Elsa. Faleminderit që pranove të jesh pjesë e intervistës tonë. Do filloj me pyetjen e parë. Cila ka qenë ajo ditë kur je ndjerë se fundjavë ndryshe po bën vërtet ndryshim? Jam ndjerë që vitin e parë të aktivitetit, kur kuptova që në antarësinë tonë kishim arritur numrin 8000. Si arrin të ruash motivimin për të ndihmuar dhe kur realiteti shpesh duket i vështirë? Vjoj të qëndroj në kontakt me raste që nga fillimi i aktivitetit, ku kuptoj evoluimin dhe zhvillimin e atyre çdo ditë dhe kjo gjë më mban të motivuar për të vijuar më shumë tjerë. Dhe pyetja e fundit, nëse do mund të jepje një mësim të rinjve të sotëm, cili do të ishte ai? Mësime ka shumë, nuk mund përshkruhet në një fjali, por do të them atë që i thash dhe studentëve sot, që duhet duam njëri tjetrin, duhet ta mbështesim njëri tjetrin edhe të mbajmë lakmin dhe xhelozin për njëri tjetrin poshtë, në mënyrë që sepse kjo botë ka vend për të gjithë dhe mbështetja që ne mund t'japim për njëri tjetrin mund të jetë zhvillimi një ide brillante që rrje fjetur për vite me radhë në sirtar. Faleminderit. Faleminderit juve.